me fatura ka sjell kompjuter për shkollat në Shqipëri me çmimin që ato shiten, jo, 10 fishi çmimit me cilin ato shiten në dyqanin e shitjes me pakicë në Vjenë. E kuptoni? Se çfarë ndodh në këtë fushë? Fitimet në këtë fushë janë më të mëdha shumë se sa me kokainë. Në aksh është fjala, jo për tjetër. Aksh është ndërmarrje shtetërore, agjenci shtetërore. Si erdhëm këtu, dora vete Edi Rama, në vitin 2017, Edi Rama, me një vendim të shkruar nga kunati i kunati i shoqes, vendosë të gjitha tendrat në fushën e IT-s në Shqipëri të bëhen nga akshi. Pra, Linde e Surrelit dhe kunati i saj të bëshin padron të çdo prokurimi në fushën e IT-s në të gjithë territorin e Shqipërisë. Dhe kjo solli pastaj pishinën e peshkaqenëve apo kopshtin privat të Edi Ramës. Ju e pa se si Linda e gjorë me një apartament me qera dhe atët gjetur me okazion si pas asaj dhe Ramës, kishte 6 prona. 6 prona që shkojnë miliona euro. Ishte personi që në shishe futeshin 200.000 euro. E pat arkën ju si ishte. Arka vendosej shishja 36.000 euro në mes, sepse Aurela Koromani thoshte se e dua për nivelet më të larta. Dhe shishja pastaj, pjesa tjetër e arkës, mbushej me 500-shë. Për euro 500-shë. Kjo është, kurse Rama, ose përstonomi Edi Ramës, famziu Ergyes Agasi, edhe sot është i paprekshëm. Ka ble toka me 6 euro aty ku janë të paktën 100 euro metri katror. Dhe ky e deklaron se me 6 euro. Ka regjistruar në çdo pyll. Ka ndërtuar vila dhe resorte. Dhe po vazhdon ndërtimet gjatë gjithë kësaj kohe. Se gjoja është në kërkim në një kohë kur ai ruhet nga policia. Mbrohet nga policia me urdhër të Edi Ramës. Mbrohet nga policia, sepse Edi Rama, Linda Rama janë peng të tij. Megjithse, zbërthimin e tyre të plot, shqiptarët duhet t'ia njohin për merit Geron Meçës. Se pasi Gerondi, pasi nxorën Gerondin jashtë loje, frenat në dorë, Ergyes Agasi
ndërton me Elvis Doçin. Ergjys Agasi ndërton me Elvis Doçin. Me pojën e troplinëve, të cilin e mbrojti Altin Troplini. Pra, të pafundme janë pronat e tij dhe ky vazhdon sot e kësaj dite të ndërtojë. Ndërtimet nuk janë ndërprer, nuk ka inspektorat që i afrohet dot personome se Edi Rams për të ndaluar ndërtimin dhe sekuestruar resortet. Ermal Beqiri, prona të pafundme, një kriminal i fushës i cili meriton të pakten 30 vjet burg për vjedhjen dhe nxjerrjen në treg të 20 milion deklarata tatimore konfidenciale të qytetarëve shqiptar me urdhër të Edi Rams. Ermal Beqiri edhe ai jeton i lirë. As për njëri dhe as për tjetrin nuk ka mandat ndërkombëtar arresti. Jo. Pse? Sepse janë sigurt brenda vendit. Nuk janë larguar. Jo. Ai biles thonë që qëndron rrinë tani se për një kohë ky Agasi ka qëndruar në Manz. E dinin të gjithë se ku qëndronte. Tani më vonë cakon ndajti në Surrel. Ndajti tek Edi Rama, apo ka marrë në shtëpi me qera aty afër tij, këtë nuk mund të them. Qëndron në resortin e tij. Pra është një lloj siç ishte dhe asnjë urdhër nuk kanë zero efekt. Në këtë organizatë mafioze janë bërë, nga kjo organizatë mafioze janë bërë tjetërsimet më të jashtëzakonshme të pronave në Shqipëri. Qytetarët duhet ta dinë se janë mira prej tyre që këta mafiozë kanë vizur vendodhjen e pronës tyre. E ka patur ngjitur me shtëpinë Trullin, ja kanë ngjitur në majet malit dhe këtu i kanë sjell atë që kanë dashur. Ja kanë marrë. Atë që kanë bërë me kadastër nuk e ka bërë kur asnjë regjim gjerësot. Asnjë regjim, asnjë pushtues, as diktatura. Atë që ka bërë Edi Rama me kadastrën nëpërmjet Ergjys Agasit. Vetëm në regjistër janë shdukur 13.000 faqe në kadastrën e Tiranës. Dhe pastaj në digitalizim janë transpozuar mira titull. Ergjys Agasi është pronar i 10.000 metër katror pyje, ara, duke tjetërësue pronësi dhe duke i plaçkitur ato. Pra, këto janë aferat për cilët shqiptarët s'do pajtohen kurrë.
Këto janë shkaqet e vërteta. Pse në Bruksel çdo javë diskutohet për Shqipërinë dhe çdo javë janë shtuar kushtet për Shqipërinë. Opozita, të dashur qytetarë dhe qytetare, është zëdhënësja juaj, është zëdhënësja e interesave jetike tuaja. Opozita ju thot ju të vërtetën, por thot të vërtetën kudo, në Shqipëri dhe në botë. Sulmet që bëhen ndaj opozitës, nga mafioz në krye të qeverisë, nga lobist të korruptuar nga qeveria, kanë vetëm një synim. Mbrojtjen e plaçkitjeve që ju bëhet ju qytetarëve shqiptar, vjedhjen e pasurive tuaja nga qeveritarët dhe në fakt largimin tuaj nga Shqipëria. Ndaj dhe njëherë, ditën e premte në datën 8 maj e gjithë Shqipëria në Tiranë. Faleminderit.